Problemet nuk vinë pa arsye. Ato janë pasojë e zgjedhjeve tona dhe kozgjatjes së këtyre zgjedhjeve. Çdo kafshat, mungesa e aktivitetit fizik apo bërja e tij, gjumi cilësor apo i shqetësuar, menaxhimi i stresit apo mbartja, mund të na çojë një hap drejt shëndetit ose t'i japim trupit arsye për të vuajtur. Në fakt, duhet të parandalojmë këto situata dhe patjetër që shëndeti nis me parandalim. E parandalim çfarë do të thotë? Do të thotë të njohësh veten, ta duash atë, të dish si të ushqesh dhe të menaxhosh stresin. Parandalo është një libër i cili ta largon frikën dhe të mëson të duash veten më shumë duke kuptuar çfarë të konsumosh. Me informacione të fundit nga shkenca, Parandalo është një udhërrëfyes i cili nëpërmjet recetave të kripura të ëmbla dhe siç ju do t'i dëshironi, me ide strategjike dhe shumë të thjeshta, do t'ju ndihmojë të kaloni këtë situata. Me 2 kapituj shumë interesant me mënyrën se si mund ta menaxhojmë stresin, Parandalo është vërtet një guid drejt shëndetit.